asnjëherë nuk i komentoj ose nuk hy në vlerësim të vendimeve gjyqësore, por megjithatë, në këtë rast mendoj që ka qenë një vendim shumë i drejtë. Sidomos te pjesa e moskthimit të pensioneve kur është lajmëruar mas kohe, sepse këtu na kemi konsideru edhe kemi shprehë edhe qëndrimin tonë publik, konsiderojmë një ndërhyrje direkte të një drejte fituar me ligj, e cila nuk mund të mohohet me aktën ligjore, por ajo që unë e konsideroj shqetësuese, edhe që besoj edhe mendoj edhe duhet shumë me punu në termen krejt institucionet, sidomos institucionet që kanë, si themi, kompetencë me nxjerr aktet nënligjore për me zbatuar një ligj, është kujdesi që aktet nënligjore asnjëherë mos me tejkalu ligjet, gjithmonë me qenë në frymën e njëjtë të ligjit, dhe asnjëherë mos me kriju situata me njoft ose me mohu të drejta që ligji i ka përcaktuar dhe i ka njoft. Dhe kjo nuk po na ndodh vetëm me këtë ligj. Ne kemi pas edhe ligje tjera, edhe udhëzime tjera administrative ose akte ligjore që janë gjetë me shkelje të ngjashme. Ka të zëm kohëve të fundit ne kemi dalë me një raport lidhur me një rregullore të doganave, lidhur me tarifat doganore tek personat me aftësi të kufizuara, ose tek përcaktimi i kriterit të moshës për mu punësu në dogana, ose tek paraqitja ose lejmërimi i personave paraplegjik dhe tetraplegjik në Komisionin e Rivlerësim. Po janë edhe një numër i madh i akteve tjera nënligjore që besoj nëse rishikohen me kujdes edhe nëse vlerësohen mjaftueshëm, kanë me na dalë që janë në kundërshtim me ligjin. Dhe kjo praktikë është e dëmshme në shumë aspekte. E para, sepse nuk e ruan parimin e ligjshmërisë, pra aktet nënligjore nuk janë përputhje me legjislacionin, që në një mas cënojnë edhe kushtetshmërinë, sepse nuk janë përputhje as me vetë kushtetutën. Në anën tjetër, mundësia me shkaktu dëmë shumë e madhe së aktet individuale, sepse nëse një vendim administrativ më përket mua, më dëmton mua, po një udhëzim administrativ e dëmton një kategori, një grup të madh të njerëzve në Republikën e Kosovës, dhe treta është sa na po i zbatojmë parimet e sundimit të ligjit të një shteti të së drejtës, ku as një vendim ekzekutiv nuk mundet mu pas ndërhyrje përtej asaj që përcaktohet me ligj. Kështu që unë konsideroj vendim të drejtë, mirë që është inicuar si çështje, se a duhet lajmërohen, as duhet lajmërohen, janë praktika të vendeve tjera, duhet mu rishiku jo vetëm ky ligj, po në përgjithësi mendoj duhet të ketë një reformë pensionale në Kosovë, sepse nuk o vetëm ky problem që i përcjell sot kategoritë e caktuara ose grupet e caktuara të qytetarëve, por është shumë i shprehur edhe në shumë stata tjera. Para mendoj që jo gjithmonë shtetet e mbështetja sociale duhet më fokusu vetëm tek vlerat monetare të kompenzimit në të holla, gjë që po patjetër dhe është detyrim edhe duhet të jetë në përputhje me nevojat dhe standardet e jetës për me garantu një minimum të asaj që konsiderohet si nevoja për me siguru ekzistencën. Por duhet më përqendru shumë edhe në ofrimin e shërbimeve tjera. Pensionistët mendoj që janë kategoria më e diskriminuar në shoqëri momentalisht. Dhe këto e tham i bindur për nga ato që kanë dalë rezultati udhëtimeve e hetimeve që na kemi kryer. Sepse në çdo segment ku kemi provu me hetu, kemi pranuar ankesa ose kemi marrë informata nga shoqëria civile se po ndodh një diskriminim dhe e kemi hetu, në raport me pensionistët na ka dalë stata keq. Te fillu pe ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Ekziston një praktikë e keqe në Kosovë që udhëzimet dhe aktet nënligjore për të cilat folëm më herët, edhe në aspektin e protokolleve shëndetësore, e kufizojnë shërbimet shëndetësore të shëndetit mendor për personat mbi gjatë 5 vjet. Dhe para mendoni sa ballafaqohen me problemet të këtij shëndeti personat mbi gjatë 5 vjeç. Me Alzheimer, me forma tjera të çrregullimeve të shëndetit mendor që natyrisht në situatën e mungesës së shërbimeve nga publike, ata natyrisht kjo pjesë pastaj bie bare familjeve. Në anën tjetër, ju e dini që sot një pensionist nuk mund të marrë kredi, një pensionist nuk mund të sigurohet në sigurimet shëndetësore private, një pensionist i mohon edhe shumë të drejta tjera, e që unë mendoj, këto janë shqetësime që jo vetëm unë si avokat i popullit ose aktivistët e drejtave të njerëzit që merren me këtë temë, po duhen me qenë shqetësime të vetë institucioneve
me i zbatu rekomandimet që i kemi dhënë, me i adresu zgjidhjen e problemit që të moshuarit në Kosovë, personat mbi gjatë 5 vjet me pas një jetë më të dinjitetshëm.